Mora gruan kineze me dashuri. Por Manxiu jetën unë kur nuk e kisha menduar që jeta ime do merrte këtë rrjedh. Që nga fëmijëria, ëndrat e mia ishin të thjeshta. Të kisha një familje të vogël, të jetoja në paqe, dhe të ndihmoja prindërit e mi të mos shqetësoheshin për asgjë. Por, duket se jeta kishte plane të tjera për mua. Plane që nuk i kisha parashikuar as në ëndrat më të çmendura. E takova për herë të parë në një udhëtim pune drejt Kinës. Nuk ishte thjesht një takim rastësor. Ishte një rast i mbushur me fat që ndryshoi gjithçka. Ajo ishte elegante, e qeshur, dhe kishte një mënyrë të veçantë të shikimit, si të lexonte mendimet e mia pa nevojën e fjalëve. Një ndjenjë e çuditshme, që më kishte ndodhur një herë në jetë, më kaploi menjëherë. Ishte dashuri në shikim të parë. Ajo quhej Li, dhe për mua, ajo ishte më shumë se një grua. Ajo ishte një univers i tërë i ri për të eksploruar. Fillimisht gjithçka duke e përsosur. E dashuroja çdo pjesë të saj, çdo fjalë, çdo buzëqeshje. Ajo më tregonte për kulturën e saj, për traditat e familjes, për festat që unë kur nuk i kisha përjetuar. Unë, si shqiptar, isha i magjepsur nga mënyra se si ajo sillte ngrohtësi dhe respekt në gjithçka që bënte. Filluan takimet tona të shpeshta, bisedat që zgjatnin deri në orët e vona të natës, dhe ndjenjat tona u bën gjithnjë më të forta. Por, asgjë nuk është aq e thjeshtë sa duket në fillim. Me kohën, fillova të shoh ndryshime që nuk i kisha parashikuar. Ajo, që më dukej perfekte, filloi të kishte qëndrime që më bënin të ndihesha i hutuar. Nuk e kuptoja pse gjërat që unë i shikoja si normale, për të dukeshin të papranueshme. Një diskutim për një udhëtim, për një vizitë te prindërit e mi, apo një thjesht po ose jo në një vendim të vogël, mund të kthehej në një debat të gjatë dhe emocional. Filluan problemet me komunikimin. Pavarësisht që Li fliste anglisht mjaft mirë, shpesh ndihesha se nuk kuptonte emocionet e mia, apo unë nuk kuptoja shprehjet e saj. Një fjalë e thjeshtë si më mungon kur nuk je pranë, shpesh interpretohej ndryshe nga ajo. Ajo ishte e kujdesshme për të mos thënë po në çdo gjë, dhe kjo ndonjëherë më bënte të ndihesha i refuzuar. Por, më shumë se kjo, ajo filloi të tregonte një karakter që unë nuk e kisha parë në fillim, një karakter kontrollues dhe manipulues, që dukej se vinte çdo gjë nën kontrollin e saj. Një moment i veçantë që më ndryshoi perceptimin ishte një vizitë që bëra në familjen e saj. Fillimisht, gjithçka dukej e ngrohtë, por shpejt kuptova se ekziston një hierarki e fortë në familjen e saj, dhe unë nuk isha pjesë e saj. Çdo veprim im shihej me kritik. Një shaka e vogël ose një traditë që unë ndjekja, si të ulurit të këpucëve jashtë derës, u interpretua si një mungesë respekti. Në fillim mendova se ishte thjesht një mospërputhje kulturore, por më pas kuptova se kjo ishte vetëm maja e icebergut. Pas kësaj, situatat në shtëpi filluan të tensionoheshin edhe më shumë. Nëse dikur bisedonim me dashuri, tani bisedat përfundonin me zhurmë dhe lot. Njëherë, vetëm për një mendim timin për diçka të vogël, ajo u zemërua dhe nuk foli për ditë të tëra. Unë nuk e kuptoja se diçka kaq e vogël merrte një dimension të tillë dramatik. E dashura ime kineze që unë kisha dashur me gjithë shpirt, po shndërrohej në një person që ma nxinte jetën, ngadalë por sigurt. Problemi më i madh ishte kontrolli mbi çdo gjë. Nga mënyra si vishja, tek mënyra se si flisja me miqtë e mi, gjithçka duhet të ishte sipas rregullave të saj. Fillova të ndihesha sikur po humbisja veten. Dashuria që kisha ndjer, që më kishte dhënë lumturi dhe shpresë, tani po bëhej një burim ankthi dhe frike. Por pavarësisht këtyre ndjenjave, një pjesë e imja nuk mund të largohej. Një pjesë e imja ishte ende lidhur me atë që kisha dashur dhe me atë që mendova se ishte vërtet. Ajo gjithashtu kishte pritshmëri të jashtëzakonshme financiare dhe materiale. Çdo dhuratë, çdo shpenzim që unë bëja, shpesh nuk ishte kur mjaftueshëm. Në fillim, mendova se ishte një fazë normale në lidhje, por më pas kuptova se nuk ishte thjesht një pritshmëri, por një presion që të më bënte të ndihesha i pafuqishëm. Çdo përpjekje ime për t'i plotësuar dëshirat e saj shpesh përfundonte me zhgënjim të saj dhe fajsim të mëtejshëm. Por, ndjenja më e dhimbshme nuk ishte as kontrolli, as kritikat, as pritshmëritë. Ishte ndjenja e tradhtisë së shpresës dhe besimit. Unë kisha menduar se dashuria jon ishte bazuar mbi respekt dhe besim, por me kalimin e kohës kuptova se çdo gjë ishte më shumë një lojë pushteti. Ai person që unë kisha dashur me gjithë shpirt, ishte një njeri që kishte aftësinë të më shkatëronte emocionalisht, edhe pa fjalë. Një buzëqeshje e saj e fshehtë, një koment i vogël, një shikim, të gjitha mund të më lëndonin më shumë se çdo fjalë e fortë. Mora gruan kineze me dashuri, por ma nxiu jetën pas disa muajsh qëndrimi bashk. Fillova të kuptoja se ajo që kisha përjetuar si dashuri e ndershme dhe pasur me emocione po transformohej gradualisht në një burim të vërtet ankthi. Çdo ditë kishte një nuancë të re të kontrollit dhe manipulimit.
dhe ndonë se fillimisht mendova se ishte thjesht një fazë e parë e njohjes së kulturës dhe karakterit të saj. Realiteti ishte shumë i thellë dhe më i hidhur. Një nga problemet kryesore që po më ndikonte më shumë ishte ndjenja e izolimit. Gradualisht, Li filloi të kufizonte kontaktet e mia me miqt dhe familjen time. Në fillim, kjo ndodhi në mënyrë të maskuar, duke thënë se ajo nuk e kuptonte se duhej të takoja kaq shpesh njerëz të tjerë, ose pse duhej të shkoja në festa familjare. Por me kalimin e kohës, këto kufizime u bën më të qarta. Çdo thirrje nga një mik apo një vizitë nga prindërit e mi shpesh shkaktonte tension dhe debate të ashpra. Fillova të ndihesha i izoluar në një mënyrë që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Një nga episodet më të dhimbshme ndodhi kur familja ime erdhi për vizitë në shtëpinë tonë në Kim. Në fillim, mendova se do të ishte një moment i bukur, një urë midis kulturave, por asgjë nuk shkoi sipas planeve. Li nuk pranoi që ata të hanin ushqimet që ne kishim gatuar së bashku. Kritikonin gjithçka që prindërit e mi bënin dhe më bëri të ndihesha i turpëruar përpara saj. Ndërkohë që unë përpiqesha të ruaja qetësinë dhe respektin, ajo vazhdonte të më tregonte, shpesh indirekt, se nuk e pranonte mënyrën time të jetuarit. Ishte një goditje e thellë për shpirtin tim. Ajo që mendova se ishte dashuri e vërtet, po bëhej një labirint i ndjeshmërisë dhe tensionit emocional. Më pas, filluan të shfaqeshin presionet financiare dhe materialiste. Në fillim, mendova se donte vetëm të shijonte jetën bashkë me mua, por shpejt kuptova se ajo kishte pritshmëri që të kalonin çdo kufi të logjikës. Çdo dhuratë që unë i bëja, çdo gjest i dashurisë, shpesh nuk ishte kurrë i mjaftueshëm. Një telefonat ose një mesazh që unë nuk ja kisha bërë në kohën e duhur shpesh shkaktonte grindje të gjatë. Ishte një cikël i pafund i përpjekjeve të mia dhe zhgënjimeve të saj, që më bënte të ndihesha gjithmonë i pafuqishëm dhe i pavlerë. Një tjetër çështje ishte ndryshimi i karakterit të saj. Li, e cila më dukej e ëmbël dhe e kujdesshme, filloi të tregonte shenja të manipulimit emocional. Nëse unë nuk i shpjegoja çdo lëvizje dhe vendim timin, ajo bëhej e padurueshme. Nuk ishte thjesht një debat normal, por një mënyrë për të më bërë të ndihesha i fajsuar për gjithçka që ndodhte në jetën tonë të përbashkët. Një koment i saj i vogël mund të më bënte të ndihesha keq për një javë të tërë. Kultura dhe mënyra e saj e edukimit gjithashtu krijonin tensione të mëdha. Në familjen kineze, çdo gjë ishte organizuar me hierarki dhe disiplinë të rreptë, dhe unë, si shqiptar, nuk kisha përjetuar diçka të tillë. Çdo gjest që unë bëja për të shprehur dashurinë ose për të qenë spontan, shpesh interpretohej gabim. Një herë, thjesht për të ndihmuar me pastrimin e shtëpisë, e gjeta veten në qendër të një debati për mënyrën se si po e bëja punën. Ishte e lodhshme dhe më bënte të ndihesha sikur kurrë nuk mund të isha i mjaftueshëm për të. Në këtë fazë, çdo gjë që lidhej me jetën time personale dhe vendimet e mia filloi të ndikoheshin nga ajo. Nëse doja të merrja një vendim të vogël për karrierën time, për një udhëtim apo për miqësitë e mia, ajo gjithmonë kishte një mendim tjetër. Nuk ishte thjesht një këshill e zakonshme. Ishte një mënyrë për të më treguar se unë nuk mund të merrja asgjë pa miratimin e saj. Gradualisht, ndjeva se po humbisja kontrollin mbi jetën time dhe po bëhesha një skllav i emocioneve dhe kërkesave të saj. Një nga momentet më të dhimbshme ishte kur fillova të ndihesha i tradhtuar emocionalisht. Nuk ishte tradhti fizike, por mënyra se si ajo përdorte emocionet e mia kundër meje. Çdo shprehje e lumturisë, çdo moment i qetësisë, shpesh ndërrohej në një situatë ku unë ndihesha fajtor. Fillova të kuptoja se ajo kishte aftësinë të më kontrollonte emocionalisht në një mënyrë që unë nuk mund ta imagjinoja më parë. Ishte e lodhshme dhe shpesh më vinte të qaja në heshtje, vetëm duke menduar se ku e kisha gabuar. Në fillim, mendova se mund të ndryshoja situatën. Mendova se do të mund të flisnim hapur, të bënim kompromis dhe të ruanim dashurinë që kishim ndjer. Por realiteti ishte shumë më i ashpër. Çdo përpjekje për të komunikuar me të ndihmonte vetëm për të zgjatur tensionin. Ajo nuk priste të dëgjonte mendimin tim. Ajo kërkonte që gjithçka të ishte sipas mënyrës së saj. Shëndeti im emocional dhe fizik filloi të vuante. Nuk ishte thjesht lodhja ose stresi normal. Ishte një ankth konstant, një ndjenje e vazhdueshme frike dhe pasigurie. Zgjoja në mëngjes duke menduar se çfarë gjëje të re do të bëja që ajo të mos zemërohej. Çdo ditë ishte një lojë psikologjike, dhe unë ndihesha sikur po humbisja veten. Edhe pse dashuria ishte akoma atje, ajo ishte mbushur me kushëzime. Çdo moment i lumtur ishte shoqëruar nga një tension i fshehtë. Një drekë e thjesht, një shëtitje apo një film i zakonshëm, gjithmonë kishte potencialin të përfundojë me një konflikt. Ajo që fillimisht dukeshin si dallime kulturore, tani ishin një rrjet i ndërlikuar manipulimi emocional dhe presioni. Mora gruan kineze me dashuri, por ma nxiu jetën me kalimin e kohës,
kuptova diçka që më bëri të dridhem. Ajo që kisha quajtur dashuri ishte kthyer në një lojë të vazhdueshme kontrolli, presioni dhe manipulimi emocional. Çdo gjë që unë bëja, çdo vendim që merrja, çdo emocion që shfaqja, bëhej një arsye për debat, fajsim ose indiferencë. Fillova të ndjehem sikur isha një aktor në një dramë të padukshme, ku roli im ishte të shërbeja për të mbushur pritshmëritë e saj, pa kur të kisha hapësirë për të qenë vetvetja. Një nga momentet më të errta ndodhi kur qëndrimi im në punë dhe marrëdhënia jon filluan të përplaseshin. Puna ime kërkonte udhëtime dhe takime të shumta, por çdo herë që unë i përkushtohesha karrierës, ajo shprehte pakënaqësi. Pse nuk më viziton? Pse nuk të kushton më shumë kohë mua? Ishin fjalët e saj të përditshme. Fillova të ndjej se nuk kishte vend për prioritetet e mia personale, dhe se dashuria ime për të nuk po mjaftonte kurrë. Përpjekjet e mia për të balancuar punën dhe marrëdhënien dështuan njëra pas tjetrës, duke bërë çdo ditë të re një betejë emocionale. Në këtë fazë, familja dhe miqtë mi filluan të ndiheshin të shqetësuar për mua. Ata shihnin ndryshimin në sjelljen time, lodhjen time, ankthin që mbaja brenda. Fillimisht, nuk doja të pranoja që marrëdhënia ime ishte toksike. Mendova se ishte normale që çdo çift të kishte debate dhe mosmarrveshje, por shpejt kuptova se ajo që po përjetoja ishte shumë më tepër se një grindje e zakonshme. Ishte një lloj kontrolli që më kishte marrë çdo pjesë të shpirtit dhe emocioneve. Një episod që më preku thellë ndodhi kur përpiqesha të organizoja një udhëtim për të vizituar prindërit e mi në Shqipëri. Ideja ishte e thjeshtë, të kaloja disa javë me familjen time, të rifillonim lidhjen tonë pas një periudhe të gjatë stresuese. Por ajo reagoi në mënyrë të papritur dhe të ashpër. Fillimisht tha se ishte vetëm një problem kulturor, që nuk do të kuptohej. Pastaj shprehu frikë dhe mlef për se sa kohë do të shkoja larg saj. Një plan i thjeshtë u kthye në një dramë të plotë, dhe unë ndjeva për herë të parë një dhimbje të thellë. Ndihesha i mbërthyer, i paudhësuar, i izoluar. Në atë moment, kuptova se marrëdhënia jon nuk ishte më bazuar mbi dashuri, por mbi nevojën e saj për kontroll dhe ndikim. Çdo lëvizje e imja duhej të ishte sipas rregullave të saj. Çdo mendim, çdo emocion, çdo vendim i vogël, duhej të kalonte filtrin e saj. Fillova të kuptoja se nuk mund të shijoja jetën, nuk mund të isha i lumtur, pa u ndier gjithmonë i fajsuar ose i kufizuar. Ky ishte momenti kur reflektova për të gjithë kohën dhe energjinë që kisha dhënë për marrëdhënie. Mendova për netët e gjata të qarta, për ditët kur më ishte dashur të bëja gjithçka që ajo të ndjehej e kënaqur, për momentet kur e lash veten pas për të përmbushur dëshirat e saj. Në çdo mendim, pash një imazh të humbjes së vetes, një njeri që kishte filluar të ekzistonte vetëm për të mbushur boshllëkun emocional të tjetrit. Por pavarësisht gjithë kësaj dhimbjeje, një pjesë e imja nuk mund të largohej menjëherë. Ishte dashuria, ajo ndjenjë fillestare e zjarrt, që më bënte të prisja për një ndryshim, për një hap drejt respektit dhe mirëkuptimit reciprok. Por kjo pritje u shndërua gradualisht në një rrjet frike dhe ankthi. Çdo gest dashurie që unë shprenim, shpesh interpretohej gabim ose përdorej për të më bërë të ndihesha fajtor. Një tjetër çështje e rëndësishme ishte ndryshimi i saj në ambientin shoqëror dhe publik. Ajo shpesh tregonte një fytyrë të butë dhe të afërt për të tjerët, ndërsa në privat, presioni dhe kritikat ishin të vazhdueshme. Fillova të ndihesha i izoluar dhe i turpëruar, edhe kur ishim të dy bashkë në shoqëri. Një situatë e thjeshtë, si një darkë me miqtë e mi, shpesh përfundonte me tension dhe konflikt që vinte vetëm nga mënyra se si ajo interpretonte çdo gestimin. Në këtë pikë, fillova të kuptoj se dashuria nuk ishte e mjaftueshme. Nuk mund të kaloja çdo ditë duke u ndier i pashpresë dhe i paaft për të përmbushur pritshmëritë e saj. Nuk mund të vazhdoja të jetoja një jetë ku lumturia ime ishte gjithmonë në rrezik, ku çdo vendim thjesht ishte një hap drejt një konflikti të ri. Vendimi i vështirë erdhi natyrshëm. Fillova të mendoja për vetrespektin dhe paqen time. Një pjesë e imja ende e dashuronte, por pjesa tjetër më thoshte qartë: nuk mund të jetosh kështu më gjatë. Ishte një përzierje e dhimbjes, mllefit, dëshpërimit dhe një ndjenje të fortë të përgjegjësisë për veten. Kur e përballova për herë të fundit, nuk ishte një grindje e madhe. Ishte një bisedë e qetë, por e vendosur. I thash se nuk mund të vazhdoja më këtë marrëdhënie, se nuk mund të jetoja një jetë ku çdo ditë ishte mbushur me ankth dhe frikë. Ajo u zemërua, sigurisht, por unë e dija që vendimi im ishte për mirë. Nuk ishte e lehtë të shihja atë që kisha dashur me gjithë shpirt, të ndryshuar kaq shumë, por ishte e domosdoshme. Pas ndarjes, ndjeva një lehtësim të çuditshëm. Nuk ishte vetëm dhimbja e humbjes, por edhe lirimi nga presioni emocional dhe kontrolli i vazhdueshëm. Fillova të ndjej përsëri se mund të kisha një jetë të lirë, ku vendimet dhe emocionet e mia nuk ishin gjithmonë në duart e dikujt tjetër. Kjo eksperiencë më mësoi shumë për dashurinë, vetëvlerësimin dhe kufijtë. Dashuria nuk duhet të jetë e njanshme.
nuk duhet të bëhet një mjet manipulimi, dhe nuk duhet të shndërrohet në një burim ankthi. Kuptova se respekti, mirëkuptimi dhe balanca janë baza e çdo marrëdhënie të shëndetshme. Edhe sot, kur kujtoj Li, nuk ndjem atë zjarr të dashurisë fillestare, por më kujtohet mësimi i madh që mora. Dashuria është e bukur vetëm kur është e dyanshme, kur nuk shkatëron vetëvlerësimin dhe kur nuk i kushëzohet emocionet e njërit partner. Për mua, kjo marrëdhënie ishte një rrugë e vështirë, por një eksperiencë që më bëri më të fortë dhe më të vetëdijshëm për veten dhe nevojat e mia mora gruan. Kineze me dashuri, por më nxiu jetën pas ndarjes, u gjenda i vetëm për herë të parë pas shumë muajsh. Në fillim, vetmia ishte e dhimbshme, si një boshllëk që nuk mund të mbushej, por shpejt kuptova se kjo vetmi nuk ishte thjesht një gjendje negative. Ishte një mundësi për të reflektuar, për të kuptuar se kush isha dhe çfarë dëshiroja vërtet nga jeta. Fillova të analizoj çdo moment të marrëdhënies son. Mendova për fillimin, për dashurinë e zjarrt, për ëndrat që ndanim, por gjithashtu mendova për tensionet, presionin emocional dhe kontrollin që ndihesha i detyruar të përballoja çdo ditë. Ishte e qartë që përvoja kishte lënë gjurmë të thella në shpirtin dhe psikikën time. Ndjeva një dhimbje të madhe, por edhe një lehtësim që nuk e kisha ndjer prej kohësh. Nuk më duhej më të përpiqesha të isha dikush që nuk isha. Nuk më duhej të rrezikoja vetëvlerësimin tim për të përmbushur pritshmëritë e dikujt tjetër. E kuptova se dashuria nuk mund të mbijetonte pa respekt dhe barazi. Nuk ishte mjaftueshme të doje dik me gjithë shpirt. Duhet të ketë ndjenja reciproke, mirëkuptim, durim dhe aftësi për të komunikuar. Çdo marrëdhënie që shkatëron vetëvlerësimin dhe lirinë e individit nuk është e shëndetshme. Dhe ishte pikërisht ajo që më kishte ndodhur. Gradualisht fillova të rindërtoj jetën time. U ktheva tek miq dhe familja, që kishin qenë gjithmonë një mbështetje e fortë. Filluam të takoheshim më shpesh, të flisnim hapur dhe të qeshnim për kujtime të vjetra. Ata më ndihmuan të kuptoja se nuk isha i pafuqishëm, se nuk kisha humbur asgjë që nuk mund të rikuperoja. Një pjesë e rëndësishme e rindërtimit ishte puna dhe pasionet personale. Fillova të merrem me aktivitete që më bënin të lumtur dhe që më ndihmonin të ndjehesha i plotësuar. Kjo ishte një mënyrë për të rikuperuar kontrollin mbi jetën time dhe për të rikthyer ndjenjen e vetëvlerësimit. Gradualisht kuptova se lumturia nuk vinte nga dikush tjetër që të plotësonte, por nga vetja, nga mundësia për të marrë vendime dhe për të jetuar sipas mënyrës sime. Në reflektimet e mia, kuptova gjithashtu rëndësinë e kufive në marrëdhënie. Një partner nuk duhet të ketë kontroll mbi emocionet, vendimet ose jetën e dikujt tjetër. Kufit nuk janë shenjë egoizmi, por një formë respekti për veten dhe për marrëdhënien. Pa këto kufi, dashuria shndërrohet në presion dhe lodhje. Një nga mësimet më të mëdha ishte se në dashuri nuk ka humbës dhe fitues, por ka vetëm njerëz që mësojnë të njohin veten dhe të kërkojnë mirëqenie. Përvoja me Li ishte e dhimbshme, po më mësoi gjithashtu se sa i rëndësishëm është të njohësh kufit, të komunikosh hapur dhe të ruash identitetin personal. Nuk ishte një histori e humbur. Ishte një histori që më bëri më të fortë dhe më të vetëdijshëm. Në ditët e sotme, ndjehem më i lirë, më i qetë dhe më i vendosur. Nuk kam harruar dhimbjen, por nuk e lejoj më të më përcaktoj. Çdo marrëdhënie e ardhshme do të fillojë me respekt të ndërsjell, mirëkuptim dhe dashuri të shëndetshme. E di që nuk mund të ndryshoj të kaluarën, por mund të ndërtoj një të ardhme ku lumturia ime nuk është më në duart e dikujt tjetër. Dhe kështu, historia ime me gruan kineze nuk përfundoi me një fund të lumtur, por me një fillim të ri për mua. Një fillim ku mësoj nga dhimbjet e së kaluarës, kur i vendos vetëvlerësimin dhe ku ndjej përsëri që jetoj për veten, jo për pritshmëritë ose kontrollin e dikujt tjetër. Më mësoj se dashuria është e bukur vetëm kur është e barabartë, kur nuk shndërrohet në një mjet kontrolli dhe kur nuk humb vetëvlerësimi. Dhe kjo ishte mësimi më i çmuar i jetës sime, më i çmuar se çdo ndjenjë e humbur, sepse më bëri të kuptoj se lumturia fillon nga vetja.